që quhet superfuqi politike që është lëvizja vetëvendosje për momentin, dhe natyrisht që kretë ato ligje që ka i propozon kreti ka të mundshme mi qu për para me prashtim të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe zgjedhjen e presidentit, çka dush mundet me bë. Pra paramendoni një shtet ku nuk ka pluralizëm, faktikisht neve po na mungon tash edhe pluralizmi opozitar, nuk ka kush. Tash kemi met na mediat dhe na shti bota analitike, analistat politik, ose aty këtu ndaj njëri që vjen nga Akademia Shkencave, dikush me fol, drejt me thonë inteligjenca në Kosovë po hesht, inteligjenca në kuptimin e asaj ata ku janë, s'po flasin, janë mbyll për brenda, na kena një Akademi Shkenca, kena njerëz, kena shumë universitete, kena gjithçka mirë, po s'duken kërkon. I ka pëshu për para, i ka rokë vetëvendosje sa që s'dihet më ekzistojnë këtë vend, a ka kush i del zot këtij vendi ndryshe, me qeverisje ndryshe, me politikë ndryshe. Dhe na me të vërtet kur si mi kanë Emanuel në pozitë kaq të keqe dhe kaq të rënd për kur Kosova bo shtet i pavarur, në kuptimin e asaj ku s'ka më ndikim opozitë, s'ka ndikim më ta e që ka fuqinë absolute në parlamentin e Kosovës, fuqinë absolute në vendimarrjen e qeveri, në politikën e jashtme. Pra, çka dush mundet me bë. Edhe kreti ka të aprovuar për qytetarëve, se i ka 50+1% e qytetarëve që kanë përkrah, ose me përkthyen e vota